Rreth 30.000 euro ka investuar komuna Gjakovës e 5.000 euro banorët e fshatit Ramac u grumbulluan për ta shtruar rrugën e cila lidh me rrugën kryesore. Kryetari i komunës së Gjakovës Palejka së bashku me bashkëpunëtor inspektuan punët në fazën përfundimtare. Kjo është edhe një nga rrugët të cilat po i bëjmë, e jo siç po quhet ditët e fundit se e kemi degraduar vendin. Ne po investojmë në vazhdimsi në të mirën e qytetarëve, tha ai. Unë ndihem mjaft mirë, ne kur kemi mriqë edhe në vendet malore, edhe në për fusha, ne po jau rregullojmë infrastrukturën që jau ban një jetë më të lumtur. Prandaj në kuadër të punës time të përditshëm në komunë, sot po e vizitoj kryerjen e punimeve të kësaj rruge. Ne kemi edhe në lagje tjera, por edhe në këtë rajon, rrugë që janë duke vazhduar dhe ne vazhdojmë me projektet tona, pa marrë parasysh që kemi fushat, por ne do vazhdojmë. Kjo rrugë kap kostën me vlerë prej 30.000 euro dhe ka një gjatësi prej 250 metrave, duke përfituar mbi 10 familje.